Po mendoj që është jashtëzakonisht e gabuar për të ardhmen e Partisë Socialiste, kurse ciliton nga Partia Socialiste tashmë kishte të drejtë më kundërshtonte, dhe madje kishte të drejtë më kundërshtonte me drejtë, sepse tek e fundit me këtë slogan ata morën 83 vota apo 82. Dhe e vetme që i mungon të gjithë kësaj, i mungon e ardhmen tashmë e demokracisë shqiptare. Tashmë më vjen keq që të them që një pjesë e madhe, sidomos e botës sonë të medias ose intelektualëve shqiptarë ose njerëzve të mendimit, duhet të shkojë për mënyrën se si të emancipojmë një mendim ndryshe nga Partia Socialiste. E para sepse i bën mirë vendit, po e dyta është ne nuk mund ta shuajmë opozitën sepse disa njerëz kanë vendosur që ta mbajnë zonin Berisha aty me çdo kusht. Më besoni do kalojnë ca kohë dhe ata njerëz nuk do kenë kurajo që të pranojnë gabimin e madh që kanë bërë në vitet e fundit, me mënyrën se si e mbajtën zotin Berisha dhe si nuk arritën të ngriheshin për çarjet e tyre dhe ta sillen një parti demokratike reale.